ne e dim që një javë më vonë, gjërat janë përsëri në një anë tjetër. Janë të njëjtit njerëz që thrasin vrite kur Ponsi Pilat doj që të laj duart me këtë gjë. U mundua ai, shkreti. E shoqja e kishte parë në ëndër, i kishte thënë ky njeri nuk duhet vrarë, ky është një njeri i mirë. Përpoq ta shpëtonte, bëri atë gjën që mundi, por nuk deshën, e deshën të vdekur. Sepse ata po prisnin një mbret i cili ky ishte. Siç ne ndonjëherë presim përgjigje nga Perëndia të gjërave që i kemi përfituar se si do duhet të jenë, se çfarë do duhet të bëj Zoti me jetën time, si duhet ta sjelli atë punën që unë dua, e cila duhet ketë këtë rrogë dhe Zoti tani më e di, le ta plotësoj. Pra, ndonjëherë lutemi, por që para se të lutemi e dim se çfarë duam. Edhe përpiqemi në atë mënyrë që ta orientojmë Zotin në atë çfarë duam ne, që ai na shërbej aty ku duam ne, me këtë gjën e vogël që ne kërkojmë. E kjo nuk është për të thënë se Zoti nuk dëgjon të gjitha lutjet, po është për të thënë që ndonjëherë përgjigjet e lutjeve tona nuk janë ato që ne prisnim dhe ne gabimisht mendojmë se Zoti nuk na ka dëgjuar. Se Zoti nuk po përgjigjet lutjeve tona. Sepse populli i Izraelit në atë kohë, mund të shkojmë tek mësimi i dytë, po kërkonte një prijes i cili ta shpëtonte këtë kombë, të zhdukte romakët. Dhe ai nuk kishte ardhur për të bërë atë. Nuk kishte ardhur për të bërë atë luftë që ata po kërkonin që të bënte. Dhe kemi pastaj mësimin e dytë i cili ka të bëjë me adhurimin. Se si Jezusi është i denjë për adhurim. Sepse ju e dini, kur disa farisejnë, kjo është tek Luka 19 nga 39 te 40, disa farisejnë që ishin midis turmës i thanë, mësues, qortot dishepujt e tu. Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre, unë po ju them se nëse këta do të heshtnin, çfarë thot? Gurët do të bërtisnin. Gurët do të bërtisnin. E kam dëgjuar këtë të përmendet në këtë kish jo shumë larg, që këtu disa javë më parë, Altini kam përshtypjen e përmendi këtë varg, po është shumë i fuqishëm, është shumë poetik. Gurët do të bërtisnin. Që do të thotë se ai ishte i denjë për këtë adhurim, ai e thot me gojën e tij. Ai u ka thënë të gjitha dishepujve të tij, madje u ka thënë dhe mos flisni, që un jam biri i Perëndis. I ka instruktuar ata që të mbajnë heshtjen e tyre për këtë moment, derisa koha të vijë. Ai u ka treguar se si do të shkojë në kryq, ai ka treguar se si do të ngjallet ditën e tretë, ai di gjithçka që po ndodh, dhe kur këta thon Osana, dhe kur këta tundin degët e palmës dhe ja shtrojnë rrobat e tyre që ky të hyj përulësisht në Jeruzalem si një prijes mbi një gomar, jo si një mbret mbi kalin e luftës apo atë karrosën mbretërore, ai është i denjë për adhurim. Dhe është i denjë për adhurim sepse jetët tona ashtu marrin kuptim. Dhe të adhurosh Perëndin nuk do të thotë të këndosh në kish. Natyrisht gjitha format e adhurimit përfshi këngën, të vallëzuarit, të hedhurit për pjetë, e gjithçka vlen, po të adhuruarit e Perëndis shkon përtej asaj. Sepse nëse nuk do ta bënim ne gurët, do ta bënin dhe ai e kërkon këtë nga ne. E kërkon si një shenjë të dashurisë. Sepse ai erdhi në fund fare nga dashuria.